Se ka i problem Messi tash. Na janari deri në prill, na dhjetori tani, deri në prill janë shumë muaj. Dhe më lese është pushim. Ço do bëhet Anton? Se ja një muaj do bëj pushim dhjetor. Tani, shiko. Tani në janar deri në prill nuk mund të ripaluti se ka botror para. E pa, ai ka i problem. Aty ku mendon ti? Ka i problem ai. Jo, unë po mendoj disa vend. Që është Papa Laporta problemi kryesor. S'bëhet fjalë aty. Ty është vike Tirana, po edhe kjo është një zgjidhje. Messi do të po të vike Tirana ta qisë kampiona këtë gjendje. Tani, me gjithë respektin tani. Ndriçim ja. Na e lejnë ne si falso nueve ta bëj rolin te Milani. Unë do të Se ke pa ndeshje me Vancouverin duket. E di se do Vetëm përqita. ta kem atë në fushë herë, po s'ka problem. E di se do përqita me Milanin, sepse mas 3 muaj që do lunim bashkë, Modric do thoshte Messi është lojtari më mirë që kam luajtur ndonjëherë. Se kjo ndodh zakonisht këtyre që luajnë. Jo, seriozisht për mua, ai tani duhet të mbaj veten në formë apo jo? Duhet luajë se s'bën. Se vjen botrori. Duhet shka do. Okej. S'ka thënë do marrë pjesë ka frikë. Ja, do marrë pjesë do marrë. Nuk ka thënë ai do marrë pjesë ka frikë. Ai ka thënë varë se ka formën. Nuk e di thot. Varë se ka formën. Kur fillon kampionati amerikan? Është negociata me Infantino, ne kam sigurt këtë vit apo jo, jo. si do e bëj. Ka ca njerëz dhe nis, ka ca njerëz që ç'bën. Nuk duan zgarra viten jetë. Pa. Nuk duan zgarra vite. Jo të gjithë kanë qenë zgarra vite. Jo të gjithë kanë qenë zgarra vite e çajnë në korridore. Si flet, stadiumesh, gol që nusin më të mirë të historisë së Champions League-s, gjithashtu dhe asistmeni më i mirë i historisë Champions League-s. Kujdes si flet. Po më i mirë në histori kush është